Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekët me urdhër të prerë. Para se të hani qershit, duhet ta dëgjoni këtë lajm. Qershit njihen si një nga produktet më të mira që nuk duhet të mungojnë në tryezën tuaj. Ato janë shumë të dobishme për shëndetin, sepse përmirësojnë gjumin, heqin dhjamin e barkut, mbrojnë zemrën dhe kanë përfitime të tjera shëndetësore për organizmin. Ky frut përbëhet nga 82% ujë, 16% karbohidrate, 1% protein, paraprakisht pa yndyrë. Përfitimet e qershive bazohen në përmbajtjen e pasur të vitaminës A, vitaminës B1, B2, C, E, mineraleve të kalciumit, hekurit, magnezit, fosforit, kaliumit, natriumit, jodit, si dhe acideve organike, sheqernave, substancave pektike dhe sasive të mëdha të antiocianineve, substancat e grupit të flavonoideve. Qershit mbrojnë nga diabeti. Qershit kanë indeks të ulët të glicemisë prej 22, më të ulët se kajsit, rrushi, pjeshka, boronica, por kjo nuk do të thotë se ta teproni me përdorimin e tyre. Qershit janë një zgjidhje shumë e mirë ushqimore, sidomos edhe në ditët e nxehta, duke e furnizuar trupin me vitamina dhe lëndë minerale, të cilat janë kaq shumë të nevojshme në këtë aspekt. Ndaj dhe ekspertët këshillojnë konsumin e tyre. Ja arsyet kryesore pse duhet të konsumoni qershi në dietën tuaj të përgjithshme, sipas Healthline. Ato përmirësojnë gjumin. Sipas ullumtimeve, lëngu i qershive dhe qershit stimulojnë prodhimin e melaninës, e nevojshme për një gjumë më të shëndetshëm. Ato heqin dhjamin e barkut. Qershit ndihmojnë në djegjen e dhjamit të barkut, gjë që konfirmohet nga ekspertët, të cilët kanë kryer edhe studimin. Zvogëlojnë sëmundjet e Alzheimerit. Shoqata e Alzheimerit i klasifikon qershit si ushqimet që rrisin kujtesën, sepse janë të pasura gjithashtu me antioksidant. Janë të mira në uljen e niveleve të kolesterolit. Antiocianina, pigmenti që jep ngjyrën qershive, ul nivelin e kolesterolit, presionit të gjakut dhe zvogëlon rrezikun e diabetit. Qershit ndihmojnë në rigjenerimin e shëndetit të lëkurës. Qershit janë të pasur me antioksidant që ndihmojnë trupin të luftojë radikalet e lira dhe që përshpejtojnë plakjen. Lëngu i këtij fruti rekomandohet si trajtim alternativ për gjendje të ndryshme të lëkurës. Është i mirë kundër dhimbjeve të muskujve. Një grup ekspertësh kanë treguar se përfshirja e qershive në aktivitetet tuaja sportive të forta mund të ndihmojnë në zvogëlimin e dhimbjeve të muskujve. Stabilizojnë presionin e gjakut. Kaliumi që përmbajnë qershit ndihmojnë në rregullimin e rrahjeve të zemrës dhe presionit të gjakut, madje ndihmojnë gjithashtu edhe në zvogëlimin e tensionit të tij. Ndaj mos nguroni që t'i përfshini qershit në dietën tuaj. Qershit mbrojnë shëndetin e zemrës. Këto fruta të kuqe për shumë njerëz janë ëmbëlsues të preferuar të verës. Janë burime të pasura të zinkut, hekurit, kaliumit, magnezit dhe bakrit. Kaliumi ka efekte pozitive në gjendjen e zemrës dhe është komponent i rëndësishëm për qelizat dhe lëngjet e trupit që rregullojnë punën e zemrës dhe presionit të gjakut. Ka në veti të mira antiinflamatore. Në sajtë e një efekti të fortë antiinflamator, frutat e kuqe në përgjithësi paraqiten si aleatet më të mira kundër dhimbjeve në kyçe. Të pasur me antioksidant, polifenole, vitaminën C, E, beta-karoten, ky frut parandalon oksidimin e qelizave që i shoqëron procesin inflamator, ashtu që rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga dhimbjet e kyçeve dhe artriti, ose dhe kanë lëndime sportive. Sipas ekspertëve, 20 qershi në ditë kanë efekte shumë të mira se sa medikamentet. Qershit do të stimulojnë edhe tretjen. Përmes acideve të tyre mbrojtëse dhe sheqerit frutor, qershit stimulojnë punën e zorrës dhe pankreasit të lukthit dhe stimulojnë edhe tretjen. Përveç kësaj, qershit nxjerrin ujin nga trupi dhe kështu lehtësojnë sintezën e zemrës dhe qarkullimit të gjakut dhe aktivizojnë mëlçin dhe veshkat. Gjithashtu, substancat antibakteriale të qershive pengojnë formimin e shtresave në dhëmb dhe mund të parandalojnë problemet me prishjen e tyre. Gjithashtu, ky frut i pastër ndihmon për veshkat dhe kanalet e urinimit, sepse është një diuretik i shkëlqyer i cili ndihmon në sekretimin e urinës. Qershit janë një mbrojtje shumë e mirë kundër plakjes dhe rrudhave. Qershit u rekomandohen njerëzve që vuajnë nga astma dhe alergjit, si dhe ata që duan të kenë një lëkurë të bukur, sepse qershit
përshpejtojnë prodhimin e kolagjenit dhe ky frut në fakt përmban antiocianine, të cilat forcojnë indet lidhse dhe pengojnë formimin e rrullave duke shkatruar enzimat të dëmshme të cilat e bëjnë lëkurën më të vjetër dhe më të rrullur. Qershia është gjithashtu një shërues natyral për celulitin, sepse mund të parandalojë krijimin e tij. Do të keni një disponim më të mirë të gjumit dhe nuk do të vuani gjithashtu edhe nga problemet kryesore të pagjumësisë. Është e rëndësishme që të tregojeni të kujdesshëm, të mos neglizhoni këshillat e mjekut dhe të përfshini qershit në dietën tuaj. Në rast se vuani nga problemet të theksuara të pagjumësisë, atëherë duhet të shtoni edhe qershit në dietën tuaj. Kështu do të ndihmoni në menaxhimin më të mirë të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Qershit përmbajnë antioksidantin melatonin, i cili gjithashtu do të qetësojë sistemin nervor dhe kështu ndihmon kundër nervozave, pagjumësisë dhe dhimbjeve të kokës. Melatonina në fakt ndihmon në ruajtjen e bioritmit tuaj stabil dhe të saktë. Gjithashtu shkencëtarët nga Universiteti i Luizianës kanë zbuluar se lëngu natyral i qershive ndikon te përmirësimi i gjumit. Ullëntimi i tyre ka treguar se të anketuarit që kanë fjetur mesatarisht 85 minuta më gjatë pas 1 ose 2 javë që kishin konsumuar lëng qershie kishin një imunitet më të fortë. Qershit dhe lëngu i tyre janë një mundësi e shkëlqyer edhe për të gjithë ata persona që vuajnë nga pesha e tepërt. Qershit kanë shumë më pak yndyrë dhe kalori të ulët. Në 100 gram të vetme qershi do të gjeni 63 kalori dhe janë një ushqim i shkëlqyer për një dietë të shëndetshme. Për shkak të përqindjes së lartë të ujit dhe kalorive të pakta në qershi, do të ndihmoni edhe në humbjen e peshës. Falë fibrave pektin, këto fruta janë ngopse dhe gjithashtu mund të jenë në një cilësi shumë e mirë për organizmin tuaj. Është e rëndësishme që të konsultoheni me mjekun tuaj në rast se vuani nga pagjumësia, por qershit do të jenë një zgjidhje shumë e mirë. Ky frut i kuq i vjeshtës, i cili mund të konsumohet në të gjithë vitin, duke filluar që nga muaji maj deri në fundin e vjeshtës, mund të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të organizmit tuaj. Qershit mund të jenë një nga zgjidhjet më të mira për shëndeti, dhe nëse tregojeni të kujdesshëm me konsumin e tyre të përditshëm, do të arrini të parandaloni gjithashtu edhe një sër problemesh në trupin tuaj. Qershit janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në rast se doni të merrni vitaminën C. Vitamina C ndihmon trupin në prodhimin e kolagjenit. Ajo ndihmon në krijimin e indeve të reja dhe ndikon në shërimin e plagëve. Siç dihet, kjo vitaminë shërben si antioksidant i fuqishëm që forcon imunitetin dhe mbron nga sëmundje të ndryshme. Ato ndihmojnë në uljen e kolesterolit. Të pasura me element unik për shëndetin, qershit kanë avantazhe të mëdha pasi përmbajnë nivele të konsiderueshme të xhelatinës që ul shkallën e kolesterolit të keq, duke ulur kështu edhe rrezikun e prekjes nga problemet koronare. Ato janë të pasura me antioksidant. Antiocianina, një substancë që u jep qershive ngjyrën e kuqe të errët, ato forcojnë qelizat dhe parandalojnë rritjen e radikaleve të lira në trup. Këto radikale të lira janë grimca të vogla që prodhojnë një përgjigje zinxhirës që dëmtojnë qelizat tona. Përforcuesit e qelizave gjithashtu pengojnë plakjen dhe ndihmojnë në shmangjen e sëmundjeve kronike, duke përfshirë sëmundjet koronare, diabetin, Alzheimerin, mbi peshën e të tjera. Lehtëson gjithashtu edhe dhimbjet. Niveli i lartë i përforcuesve të qelizave të qershive ndihmojnë në trupin të zbusë dhimbjet dhe inflamacioni. Por më tepër qershit e thata lehtësojnë dhimbjet e muskujve pas tërvitjes dhe shërbejnë për të rikuperuar më shpejt. Përmbajnë bakër. Një nga përbërësit e qershive të thata është ato kanë përmbajtje të lartë të bakrit, i cili ndihmon në prodhimin e kolagjenit. Bakri mban indet tuaja të forta dhe ju mbron nga radikalet e lira që mund të dëmtojnë indet. Një nga avantazhet e qershive është se ato mund të ndihmojnë të flini mirë. Siç tregojnë në studime sipas health.com, qershit janë burim kryesor ushqimor i melatoninës. Melatonina është hormon që rregullon ciklin e gjumit dhe të zgjimit dhe ju ndihmon gjithashtu kundër problemeve të pagjumësisë. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndet. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.